الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Përsosmëria njerëzore, lumturia njerëzore arrihet kur njeriu tregohet i durueshëm dhe tregohet i mëshirshëm. Realisht nënshtrimi ndaj Allahut subhanahu wa taala qëndron mbi këto dy elemente kyçe, pra durimi dhe mëshira. Kur ti tregohesh i durueshëm në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, tregohesh i durueshëm dhe nuk i bën mëkat Allahut subhanahu wa taala, dhe tregohesh i durueshëm ndaj caktimeve të Allahut subhanahu wa taala. E njëjtën kohë zemrën e ke plot mëshirë. Mëshirë e cila të bën që ta kesh zemrën e gjallë, të frikohesh prej Allahut subhanahu wa taala dhe në moment që i bën gjunah Allahut kthehesh me pendim tek ai dhe gjithashtu ke mëshirë edhe ndaj krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është përsosmëria njerëzore. Me këtë ti e arrin lumturinë. Mirë po, është edhe një grad më e lartë se kjo, kur ti jeton sipas kësaj metodologjie të jetës dhe njëkohësisht edhe i këshillon njerëzit e tjerë të jenë të tillë. Në këtë mënyrë arrin gradat më të larta te Allahu subhanahu wa taala dhe shpërblimet më të mëdha tek ai. Siç thot Allahu: "Thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhama." Përveç cilësive madhështore që i përmend Allahu të besimtarëve të mirëfill, thot, veç kësaj, ai është prej atyre që besojnë, pra besojnë bindshëm në Allahun subhanahu wa taala dhe i nxit të tjerët që të pajisen me durim edhe me mëshirë. Do thot krahas cilësive madhështore me cilat i ka veçuar Allahu subhanahu wa taala besimtarët që punojnë me fenë e tij. Ky njeri është edhe i tillë që i nxit tjerët që të jenë të durueshëm ndaj lëndimeve dhe shqetësimeve që u shkaktojnë njerëzit, dhe gjithashtu të jenë të mëshirshëm dhe të ketë dëmshuri e butësi ndaj njerëzve. Pra siç thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Të mëshirshmit do t'i mëshiroj i gjithë mëshirshmi. "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Mëshirojnë ata që jetojnë mbi tokë, do t'i mëshiroj ai që është mbi qiell, pra Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu thoshte sallallahu alaihi wasallam, "La yarhamullahu man la yarhamun nas." Allahu nuk e mëshiron atë njeri i cili nuk i mëshiron njerëzit. Dhe po ashtu thoshte sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna." Ai që nuk e mëshiron të voglin ton dhe nuk ja di të drejtën të moshuarit ton, nuk e respekton pra të moshuarin ton, falaysa minna. Ai nuk është prej nesh. Pra këta janë njerëz që durojnë dhe i nxisin tjerët që të jenë të durueshëm. Mëshirojnë dhe i nxisin njerëzit tjerë të jenë të mëshirshëm. Pra kjo është shenjë dalluese e tyre në raportet me tjerët. Është shenjë dalluese e tyre në çdo çështje të jetës. Dhe realisht feja nuk mund të jetë e qëndrueshme pa këto dy elemente, pa durim dhe pa mëshirë. Përmes durimit i arrin synimet e tua, ndërsa përmes mëshirës ti i përfiton zemrat e tjerëve dhe bën që ata ti pranojnë këshillat e tua. Pikërisht përmes këtyre dy elementeve, profetët e Allahut alayhimus salatu wassalam kanë arritur të ndikojnë tek popujt, pra përmes durimit dhe mëshirës. Pikërisht përmes durimit dhe mëshirës njerëzit reformues në shoqëri i kanë arritur synimet e tyre. Pra siç thot Allahu duke i drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Fa bima rahmatin min Allahi linta lahum." Në sa të mëshirës që Allahu subhanahu wa taala ta ka dhënë ty, ti u tregove i butë ndaj tyre. Kur ne e porosisim njëri tjetrin që t'jemi të durueshëm dhe t'jemi të mëshirshëm, me këtë përhapen morale dhe sjelljet e mira në shoqëri. Realizohet drejtësia, realizohet vllazëria e mirëfillt, ndërsa në ahiret të pret shpërblim i madh dhe nderim i madh nga Allahu subhanahu wa taala, të pret xheneti i Allahut. Në vazhdim të ajeteve Allahu thot: "Ulaika ashabul maymana." Pikërisht të tillët janë ata të së djathtës. Ata të së djathtës, të cilët librin e veprave të tyre, regjistrin e veprave të tyre e marrin me dorën e tyre të djathtë dhe kështu shpëtojnë nga rreziqet e ditës së Kiametit dhe i siguron Allahu subhanahu wa taala nga gjërat e frikshme dhe nga dënimi i tij. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.